Partia Demokratike zhvilloi një takim në Risili në njësinë administrative të Shushicës ku u prezantua kandidati për deputet Ridvan Mersini dhe u shpalosën pikat e programit të saj me fokus bujqësinë. Subvencionimi për çdo njësi prodhimi, kokë bakti dhe fidan të bler nga fermerët, mbrojtje sezonale prodhimeve bujqësore, karta identiteti do të jetë nipti fermerit, mbështetje direkte, subvencion për sipërmarrësit në fushën e bujqësisë, ku çdo fermer do të identifikohet me nipt. TVSH-ja në sektorin e përpunimit të prodhimeve bujqësore do të jetë e njëjtë në shitje dhe blerje. Ishin disa nga çështjet që u premtuan banorëve të zonës nga drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj. Gjithashtu, gjatë takimit, Leskaj dhe drejtuesit e Partisë Demokratike thanë se nafta do të subvencionohet gjerë në nivelin e kostos. Zhvillimi i infrastrukturës bujqësore do të mbështetet nga investimet thelbësore, ndërsa do të ketë mbështetje me grante dhe kredit të buta për fermerët dhe agropërpunuesit. Kompensim financiar me çmimin dysheme për stokun e prodhimit, kryerja falas nga shteti analizave të tokës bujqësore dhe puseve të ujitjes së saj, disa nga premtimet e tjera. Ndërsa prezantimi i kandidatit për deputet i Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Ridvan Mersini, politikan i njohur në qytetin e Vlorës, përfaqësues dhe kryetari i ballit kombëtar, djali i kësaj zone, u mirëprit nga banorët e fshatit Risili, të cilët u shprehën optimist dhe besim plot për fitoren e 11 majit. Kandidati Ridvan Mersini theksoi rëndësinë e nevojës që ka vendi për ndryshim dhe angazhimin maksimal që duhet patur në këtë fushat. Si në çdo njësi administrative, edhe në Risili, problemet infrastrukturore, mungesa e shërbimeve bashkiake, mungesa e mbështetjes ndaj sektorit të bujqësisë për fermerët dhe të gjithë zonën, shpopullimi, duket se ishin realiteti i këtyre 12 viteve, sipas drejtuesit politik Bujar Leskaj. Ndërsa të pranishëm në këtë takim në Risili, edhe kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara, si dhe kryetari grup seksionit të Shushicës, Luli Petani.